Ankthi është ndjenja e frikës, që rregullon metabolizmin tonë. Ne kemi një dhimbje koke të vazhdueshme, sa mendojmë se mund të na jetë krijuar një migren në kokë. Kemi një zhurmë të vazhdueshme në vesh. Kemi një mpirje totale të dhëmbëve, të gojës, të gjuhës, dridhje të duarve, të këmbëve, djersitje pa kontrolluar, kemi dhimbje kockash. Por një nga problemet më të rëndësishme që dua të ndalem është pikërisht dhimbja e gjoksit. E njëjta gjë ndodh me stomakun, që është organi më i madh në trupin ton, dhe është organi i cili është i pari që sëmuret. Shfaqet me njëherë gastriti. Çfarë është gastriti që ta kuptojmë thjesht? Gryrja e mureve të stomakut. Po ta shikosh në një gastro, shikon ti sikur ka gërvishtur një mace via të kuqe. Pra, rritet aciditeti në stomak dhe në këtë mënyrë gjendja e stomakut bëhet acaruese. Të gjithë ky çrregullim metabolik nuk është një lloj sikur ne jemi të smur nga stomaku, ose të smur nga mushkrit, ose të smur nga zemra. Pra është një çrregullim metabolik i cili me stabilizimin e ankthit stabilizohet totalisht.